Kërkonte të hakmerej ndaj ish-partneres, 40 vjeçari vë flakën shtëpisë, humbin jetën tragjikisht motra dhe 3 fëmijët e saj. Një 40 vjeçar në Britaninë e Madhe është dënuar me burgim të përjetshëm pasi vurizjarin një shtëpie duke i marrë jetën ish-kunatës së tij dhe 3 fëmijëve të saj të vegjël. Sipas BBC-s, ngjarja tragjike ndodhi si pasojë një sulmi hakmarrje ndaj ish-partneres së tij. Autori i krimit, Sharaz Ali, 40 vjeç, u shpall fajtor për vrasjen e Brownie Gavis, 29 vjeç, dhe 3 fëmijëve të saj, të cilët humbën jetën pasi shtëpia ku jetonin u përfshi nga flakët. Sipas gjykatës, autori kishte planifikuar sulmin pasi ish-partnerja e tij, Antonia Gavith, kishte vendosur të jepte fund lidhjes me të. I shtyr nga xhelozia dhe dëshira për hakmarrje, ai shkoi në banesën ku ajo jetonte së bashku me motrën dhe fëmijët e saj. Ngjarja ndodhi në vitin 2024 në një shtëpi në Bradford. Ai shkoi atje së bashku me një bashkëpunëtor, një 27 vjeçar. Sipas prokurorisë, ai theu derën e përparme të shtëpisë me urdhër ta liu duke i hapur rrugën që të hynte brenda. Brenda banesës, ai hodhi benzinë mbi Antonian, motrën e ish-partneres, me qëllim që ta diqte atë të gjallë, por ajo arriti ta ratisej në momentet e fundit. Ai hodhi benzinë mbi Antonian, ish-partneren e tij, me qëllim që ta diqte atë të gjallë, por ajo arriti ta ratisej në momentet e fundit. Pas kësaj, ai vuri zjarrin shtëpisë. Në atë moment, në banesë, ndodhej motra me 3 fëmijët e saj, të cilët mbetën të bllokuar brenda, ndërsa flakët u përhapën me shpejtësi. Gjatë gjyqit, gjyqtari deklaroi se sulmi kishte qenë i planifikuar dhe se Ali kishte treguar një mungesë të plotë ndjeshmërie për jetën e fëmijëve, duke i konsideruar ata si dëme anësore të pranueshme në planin e tij për hakmarrje. Për këtë krim të rënd, gjykata vendosi ndaj tij burgim pa të drejtë lirimi, një nga dënimet më të rënda në sistemin britanik të drejtësisë. Ndërkohë, bashkëpunëtori i tij u shpall fajtor për vrasje nga pakujdesia dhe u dënua me burgim të përjetshëm me një periudhë minimale prej 18 vitesh para se të mund të kërkojë lirimin me kusht. Në deklaratën e saj para gjykatës, Antonia tha se jeton çdo ditë me kujtimet e asaj nate tragjike dhe me dhimbjen e humbjes së motrës dhe të 3 fëmijëve. Pamja e trupave të tyre të pajetë është një kujtim që nuk do të më largohet kur nga mendja ime. Çdo frymarrje që nga ajo ditë është një përpjekje për të jetuar në një botë që nuk ndihet më e sigurt dhe e drejtë të shprehur ajo.